ai I cili beson, mirë po nuk e don Allahun, nuk I don urdhat e Allahut, nuk e don pejgamberin e Allahut, dhe nuk I don urdhat e pejgamberit të Allahut, dietar kanë thonë se kis ka besu me besim të sheriatit që Allahu e ka lip. Pse? Për çka se me pas qenë besimi kaq, Iblisi kishe qenë musliman. Iblisi e ka besu se Allahu a një, e ka besu se a krijues, I ka besu kejt këto, mirë po Allahun se ka dasht, në veçanti urdhin e Allahut se ka dasht. Për ata dietat kanë thonë se Kurani Kerimi, lajmet e Allahut nuk janë vetëm lajmë. Kurani Kerimi dhe hadithi pejgamberit Allahut nuk kanë veç lajmë që na nëse I besojmë mjafton. Po çka nga Kurani Kerimi? Kurani Kerimi dhe hadithet e pejgamberit Allahut janë dy pjesë. Njëna prej lajm, pjesa e ditë urdhër. Me thonë që vetëm me besu se Allahu a një, Allahu I ka zbit librat me leka dhe pejgamber dhe kaq, si do të jetë çështja kur Allahu ka thonë fale namazin. Vallë, mos ka lip Allahu prej teje që me gjuhë apo me zemër me thonë, të vërtet valla mire kije, po besoj se ki urnu. Nëse Allahu ka thonë jep e zeqat, a do t'i kish mi thonë kësaj në besim nëse njani thot të vërtetën Allahu e ka thonë, ka lip me thonë zeqat. Nëse Allahu ka thonë wala taqrabu zina, nëse afroni zinaos, thot Allahu mirë ka thonë. Nëse Allahu ka thonë ud'uni astajib lakum, bani dua, lutumni mu, njoni thot mirë ka thonë, të vërtetën e ka thonë, s'kam dishim ta. A I thuat ki njeri që e ka realizuat që e ka kërku Allahu, pra Allahu azza wa jall ka desh për neve. Pjesën e parë besim, pjesën e ditë veprim. Kur ka thonë fale namazin, Allahu s'ka dasht me ti me I thonë sadakte, të vërtetën e ki thonë, po Allahu ka desh prej teje që ti ta qojsh urdhin e Allahut në vend. Allahu ta ka ndalë kamotën, zinon, hajnin. Allahu s'ka dash me thonë mirë Allahu e ka, po Allahu ka dash me këto ajete me ti më ngrit dhe më ndalë prej asaj që Allahu azza wa jall ta ka ndalu. E kësaj në shka I thonë? Njani që I bën namaz, njani që jep zeqat, njani që e ndalën vetën nga haramat, a nuk I thojnë vepër? A nuk I thojnë punë? Pa kjo është fjalë dhe vepër, vetëm fillojnë pite zemra. Me zemër njeriu që e din se Allahu azza wa jall çdo sen që ka lajmëru, Allahu azza wa jall e pohon. Ka thonë ai cili s'ka dishim në ta, në çdo sen që Allahu azza wa jall ka lajmëru, me njerë zemra janë nis mu aktivizu. Lëvizjet e zemrës, aktivizimi zemrës I thojnë veprat e zemrës. Për ata Abdurrahman ibn Saadi tha qish I dalloj fjalët e zemrës nga veprat e zemrës. Qish mujmë me I dallu ne fjalët e zemrës nga veprat e zemrës. Ka thonë fjalët e zemrës do të thot me ditë të mirën dhe me besu se është e mirë, dhe me ditë të keqen dhe me besu se është e keqë. Kjo është fjalë e zemrës. Nërse ja nis me bon të mirën, me dash të mirën dhe me urrejt të keqen, ja ka nis zemra me lëviz. Pra I cili beson në Allahun azza wa jall, beson dhe urdhat e Allahut dhe ndalesat e Allahut, ja fillon dhe zemra me lëviz. Nëse nuk lëviz zemra, pra nuk ka dashni në Allah, nuk e don Allah, nuk e don pejgamberin Allah, nuk I don urdhat e Allah, nuk I don urdhat e pejgamberit Allah. Mirë po beson, thot se besoj se Allahu a një, dhe besoj se ki libra në fjale Allah, dhe besoj se pejgamberi Muhamedi
është i dërguar i Allahut këtë këto si du. A është musliman? Do të thot, nuk është e mjaftueshme të besosh, do e mos duat që zemra të lëvizjet e zemrës i thuat veprat e zemrës, dhe ato janë shumë. Dhe nuk janë të një shkallë.